Është që kryetari i Aleancës, zotëri Ardian Gjini, kryetar i Aleancës, të takohet me mua si kryeministër në detyrë dhe kryetar i lëvizjes vetëvendosje e cila natyrisht nuk e kanë ruan. Do t'i them Aleancë të shëtutje, shpresoj që herën e ardhshme nuk do të pyetni çfarë Aleance, sepse ne fjalën Aleancë kemi vazhdimisht në fjalorin tonë politik për shkak të aleatëve tonë ndërkombëtar, për shkak të Aleancës Veriatlantike e kështu me radhë, po unë nuk besoj që Aleanca nuk është për ardhmëri dhe nuk është për Kosovë, por unë mbi të gjitha nuk mendoj që kjo është thelbësore. Thelbësore është që kryetari i Aleancës, zotëri Ardian Gjini, kryetar i Aleancës, të takohet me mua si kryeministër në detyrë dhe kryetar i lëvizjes vetëvendosje e cila natyrisht nuk e kanë ruan. Pra, thelbësore është që të komunikojmë. Ju e dini shumë mirë që politikanët në Kosovë, edhe me politikanë vendor, edhe ndërkombëtar, po thuaj se takohen secili me secili. Cili është kuptimi që t'ja duam të mirën Kosovës dhe të punojmë për ardhmëri, nëse refuzon edhe takimin me kryeministrin në detyrë. Ndërkaq që po e ritheksoj, ashtu që vlen për mua si kryeministër në detyrë, njësoj edhe ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Albulina Haxhiu do ta respektoj në plotëni e përpikri kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë. Nuk kemi president, nuk kemi presidente, por kemi ushtruese të detyrës së presidentes, e kjo është zonja Albulina Haxhiu, dhe ajo do të vazhdojë të jetë e tillë, tamam siç e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës.